Në kishat e Shqipërisë u thanë sot lutje për njerëzit që vuajnë pasojat e përndjekjes fetare në Irak dhe në vendet e tjera në konflikt në lindjen e mesme. Gjatë një meshe në katedralen e Shkodrës, Imzot Ëngjëll Masafra i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërhyjë për të mbrojtur të drejtat dhe liritë njerëzore dhe fetare. Pak ditë më parë, Komiteti Ndërfetar i Shqipërisë shprehu solidaritet me njerëzit që vazhdojnë të përndiqen për bindjet e tyre fetare kudo në botë. Njofton korrespondenti në Shkodër, Pullum Sula. Ashtu si në të gjithë kishat e Shqipërisë, edhe në Katedralen Katolike të Shkodrës sot u mbajt një meshë e shenjtë në solidaritet me të gjithë njerëzit që po vuajnë nga lufta dhe persekutimi fetar në lindjen e mesme dhe në veçanti në Irak. E paç njerëzve vullnet mirë mbi to, ne po të lëftojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë. Pak ditë më parë, i peshkvejt e kishës katolike të Shqipërisë vendosën që në ditën e sotme në të gjithë kishat katolike të Shqipërisë të thuhen lutje për rikthimin e paqes si dhe respektimin e të drejtave njerëzore dhe fetare që askush të mos përsekutohet për shkak të fesë. Gjatë pretku të meshës, kryetari i konferencës së peshkvorë të Shqipërisë, arqipeshkvi Shkodër-Pultit, Imzot Ëngjëll Masafra, tha se çdo njeri, kushdo qoftë ai, ka të drejtën për të jetuar. Ne populli shqiptar kuptoj shumë mire këtë persekucion, sepse kemi përjetuar dhe ne për 25 vjetë, e për këtë jemi solidar e lusimi që kthehet të paqja në atë vend e kudo që njeriu vuajnë, sepse gjithmonë ky është parimi të dashur vëllezër e motra. Çdo njeri është krijuar në përngjasimin e Hiut, në shëmbërtyrën e Hiut. Pavarësisht nga kombi, nga raca, nga gjuha, nga çdo etni, çdo njeri ka të drejtë për të jetuar. Imzot Masafra i drejtoi një thirrje komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë me qëllim ndalimin e luftës dhe persekutimit në Irak dhe vendet e tjera në konflikt në lindjen e mesme. Ne kërkojmë bashkësive ndërkombëtare që kanë në dorë çështjen e Irakut të jenë besnik parimeve të drejtat njerëzore. Aty ai duke shkelur të drejtat njerëzore. A kanë ndërhyrë forca ndërkombëtare në Kosovë, për një shembull? A kanë ndërhyrë? Kryetari i konferencës së peshkvorë të Shqipërisë tha se çdo vonesë apo indiferencë e krerëve të shteteve zgjeron për masat e luftës, krimit dhe persekutimit fetar në Irak dhe vendet e tjera në konflikt në lindjen e mesme. Ndërkohë, një javë më parë, Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë përmes një deklarate dënoi me forcë aktet kriminale që po ndodhin në lindjen e mesme dhe në veçanti në Irak, të cilat sipas këtij Këshilli Ndërfetar nuk kanë asgjë të përbashkët me parimet themelore të besimeve fetare. Përmes kësaj deklarate, ata i bën apel edhe faktorit ndërkombëtar që të gjejë zgjidhjet e duhura për të ndaluar shpërnguljen me dhunë për shkak të besimit të banorëve të Mosulit dhe rrethinave, si dhe për respektimin e të drejtave njerëzore dhe fetare në vendet në konflikt në lindjen e mesme. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sula.